إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Salamat i dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër besimtarë, do flasim sot për një temë që krejt xhamati e kanë qef. E ajo është si me bë pasuri. Edhe pse në ngushtohen dyrët e pasurisë. Pse në ngushtohen dyrët e pasurisë? Pse në ngushtohen dyrët e rrezikut? Pse Allah nuk na I hap shpesh dyrët e rrezikut, po na I mbyll dyrët e rrezikut? Dashur vëllezër, Allahu xhalla wa ala në dy ajete e përshkruan njeriu fort mirë. Në dy ajete të Kuranit e përshkruan njeriu detajisht, hollësisht. Thot Allahu Jalla wa Ala: "Fa amma al-insan idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Kur Allah thot e sprovon robën e tij me pasuri, sepse sprova ndahet në mirësi dhe në bela. E sprovon je pasuri. E nderon dhe e begaton Allahu Jalla wa Ala. Çka thot robi? Zoti im më ka nderu. Allahu më ka nderu. Pastaj Allah thot: "Wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana." E kur Allahu ja ndalon pasurinë, ja ngushton rrethin e pasurisë, ja ngushton rrezikun dhe e bën fukara, po I njëjti rob thot rabbi ahanan, Allah thot më ka nënshmu, më ka poshtru. E Allah pastaj I vazhdon ajetet dhe thot kella. Jo, thot, s'është ashtu. Qysh ju mendoni nuk është ashtu. Po shkaku që Allahu ja ngushton rrethin e pasurisë edhe ja u pakson rrezikun, katra janë këto ajete. Katra. Thot Allahu kella bella tukrimun al-yatim. Shkaku I parë thot ju nuk e përfillni jetimin, nuk I dilni ndihmë jetimit. Allahu ja ngushton rrethin e rrezikut. Ai që nuk e përfill jetimin, Allah ja mbyll dyrët e rrezikut. Apo don Allahu me të nderoj jetimin. La tukrimun al-yatim, thot Allah, nuk e nderoni jetimin. Ai që e nderon jetimin, Allahu Jalla wa Ala ja hap rrezikun. Ja hap derët e rrezikut, dyrët e rrezikut, ka nuk e mendon fare hiç. Sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot: "Unë edhe ai që kujdeset për jetimin jam si këta dy gishta në xhenet." E ka shumë njerëz që mirën me për kujdesin e jetimit, ata që kanë mundësi të kujdesen për jetimin. Dhan pasuri nga pasuria e tyre që të kujdesen për jetimin. Ka plot shoqata duke përfshi bashkësinë islame që ka me mira jetima, që mund njeriu me shku dhe me marë përsi për një jetim për çdo muaj, po ka dhe shoqata tjera që miren me jetim. Po thot Allahu, kella bel la tukrimun al-yatim. E para, nuk e përfillni jetimin, e nënçmoni jetimin, Allahu Jalla wa Ala ja nal dyrët e rrezikut. E dyta, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Leçi nuk e përfillni jetimin, po nuk e shtytni njëri tjetrin me I ndihmu fukaras. Apo don Allah me t'i çel dyrët e rrezikut, ndihmoj atij që ka nevojë. Apo don Allah me t'i mbyll dyrët e rrezikut, mos I ndihmo askujt, e shet që është mbyllën dyrët e rrezikut gradualisht, kadal, edhe ki me mbet I çuditur me ato që Allah Zogjel ka më bë me pasurinë tonë. Prandaj dashur vëllezër, neve si musliman duhet t'i lypmi sebepet dhe shkaqet të vetja jonë dhe jo dikun tjetër. Shkaku I tretë që e rrok shqiptarin kështu, penalti.
Thot Allahu, wa ta'kulun at-turatha aklan lamma. Thot dhe ju, shkak që Allah ja mbyll rrezikun krejt, edhe si vend, mos harroni. E hani thot trashëgimin me pa të drejtë. Wa ta'kulun at-turatha aklan lamma. Trashëgimin e babës që ja galan, dhe të babgjyshit e hani me pa të drejtë. Baba dhe babgjyshi në lotë se e kanë bërë pasuri. Kanë punu shumë, e kanë shfrytzuar shumë gradualisht, në mënyrë që mos ta shpenzojnë me njerë. E kur des baba dhe babgjyshi dbet, sikur hienat kur i gjuhën mishit e glabrojnë, dakik e hargjojnë. O te kulune, turathe eklen lëmme, e hani pasurin, e hani trashëgimi pa të drejtë, ulemajt e fësirit tojnë, ja u hani gjinis femrore trashëgimin, dhe nuk ja vjep një ato. Kjo i rrok shqiptarin komplet. Komplet shqiptarin që i thojnë vetit musliman, nuk ja dhon trashëgimin as vajzës, as gruas. Nuk ja dhon. Cili prej neve që të në gjami mos me dalja, është e ata, sa tani i thotë në jam me kanun në legës. Ja ka da pasurin vajzës vetë. Cili? Cili? Prej neve që kalon amanet, kalon testament, që masi të vdes, i kam kaq evlad, edhe dush me alon edhe trashëgimin vajzës. Sepse plot neve drejtat grave kem, edhe kem ligje, edhe kem. Po kur vjen te drejta e darjes pasurisë, ne e ndajmë bazë të kajtmes, edhe jo ashtu siç thot Allahu xhalla wa ala. Apo don me mbyll derën rrezikut, mos ja e vajzës pasurinë. Ai zatën ty nënçmu vajzat, edhe ty nënçmu gratë, jemi në çet gjendje. Kisha pas shef shumë që ato që dalin televizion, që lëmotitin për natë për drejtat e grave, mi u kallëzu këto gjëra që Islami i jep. E jo kanuni, me punu me kanon, me llogarit grun si diçka si sonjeri. Po vjen një njeri edhe një gru, do më thënë gruja sonjeri, veç ai burri që po vjen, është njeri, ajo që po vjen s'është njeri. E Allahu xhalla wa ala thot në Kur'an, nuk thot as hoxha as pejgamberi, po thot Allahu xhalla wa ala në Kur'anin famlart. Yusikumullahu fi auladikum. Allahu ju urdhron për trashëgimi në evlat të juaj. Lidhekeri mithle hadhil unthayayn. Thot Allahu, mashkullit i takon atë sa i ka takon pjesa e dy femnave. Mashkullit i takon një hise, vajzës gjys hise, sepse gjys e mërë të burri vetë edhe i ban një. Shë drejta Islamit? Thot një hoxhi man, thot erdi njeri me nda, thot pasurin, pasi që kish vdek baba, sepse pasuria nda, pasi des trashëgimtari. Tha hoxhi ta, po du tha me diskutu, tha se në ka vdek, tha prindi edhe, jem tha e vlad kalablak, tha po kem, mashallah, tha pasuri, sa tha jeni, tha jem 10 vllazni. Tha dhe 7 motra jem, tha po, ato 5 tha jonë martu, tha, e 2 tha, si a tha fort mirë, shtu tha, veç neve me shkrive. Tha shjo jo. Edhe ato 7 edhe që jënë martu, kanë drejt pasurin e babës. E kanë me drejt pasurin e babës. E kanë hak pasurin e babës, sepse është e vladi tyne. Nuk është malë që qitet poshtë. Sepse veç se na konsiderohet, femna malë që veç e largon për i shpis, edhe nuk na intereson. Apo do në me na ngushtu Allahu xhalla wa ala riskun, mos t'ja ndojmë pasurin vajzave që kemi në shtëpia. Sepse kjo është një smundje e popullit tonë që kur s'ka mujt me e sheru, edhe vazhdon mos me e sheru, edhe vjen xhami edhe thot, jo mërë uqë, ato martohen. E vallahi nuk i ki pun mirë me imam. Si ki pun, ta stja son qëfse e mendojmë kitë punë, e lere mo nuk e veprojmë ashtu si që thot Allah. Pra për i shkaqeve që në ngushtot risku është mos ndarja e trashëgimis ashtu si duhet, ngranja e trashëgimis me pa të drejtë. Janë donë ati që është me prindin, me babën, komplet, pasurin ai që s'është me babën, ati gërgjëjq. S'është e drejtë e joti, ashtu një nda. Siguraj humori, ati që e kishin shpinën e fort, i morën krejt, e ati që ishte në që këtë, ati kalashin, mërë, se ti me kalashin, i ponë, qasë një aftan dhe aty. Kjo s'është drejtësi. Kjo nuk është drejtësi. Pastaj e katërta, dhe po e përfundojmë, thëtë Allahu xhalla wa ala,
وتحبون المال حبا جما. Dhe ju thot tuhibbun al-mal hubban jamma, e doni pasuninë fort së tepërmi. Për shkaqeve që ta ngushton Allahu punën e rrezikut, është me dash pasuninë jashtëmase. Me dash në sfor së tepërmi. E kur e don pasuninë së tepërmi, ajo hin zemër. Kur hin zemër, nuk mundesh me nxjerr për xhepit pastaj, me ia dhon tjetrit. S'mundesh me nxjerr për xhepit, edhe me ia dhon tjetrit se ka hin zemër ka ai. Problemi është me nxjerr. E kur se jep, Allahu s'jep. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith, dy melek çdo ditë bojnë dua, o Allah, jepi atij që jep, mos i jep atij që s'jep. Sheikhul Islam Taymiyya rahimahullah taala e ka një fjalë shumë të madhe, që me këtë po e përfundojmë. Pasunin thot shfrytëzohet si gomari që i hyp edhe shkon me i kry punët e tua. I hyp edhe shkon i kry punët e tua. Mos e le pasunin me të hyp. Se si të hyp pasunia, ajo tani të gra, e jo të jasaj. Prandaj dashur vëllezër, këto katër çështje janë shkak prej shkaqeve, që ka dhe tjera shumë, që e ngushtojnë rrethin e rrezikut dhe ne pastaj t'ja lëm faj njëri tjetrit, t'ja lëm faj një jetim, e që faktikisht këto të cilat neve i cekom, të gjithë thuaj se janë prezent në mesin tonë, të dikush njëra, të dikush tjetra, të dikush njëra, të dikush tjetra, mirë po që neve duhet t'i përmisojmë, duhet t'a nderojmë jetimin, duhet t'i ndihmojmë fukaras, duhet t'a dhënë trashëgimin ashtu siç duhet kur i vjen koha, edhe vajzave, edhe nënave, edhe atyre që ju ka vdek burri e kështu me radhë, sepse Rasulullah dhe Allahu xhalla wa ala gruan e cila është e pamartuar me vajzën e konsideron me jetimin, dhe gruan e cila i vdes burri pra e konsideron gati së bashku me jetimin, dhe gjithashtu Allah azza wa jall na shtyt që pasunin ne t'i marrëmi franat e saj në dorë dhe ta çojmë aty ku Allah azza wa jall është i kënaqur dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe jo të jetë kundërta që pasunia na gra neve dhe ta hyp neve, e pastaj ajo të çon atje ku epshi dhe shejtani alayhi la'natullah dëshiron shkatrimin e robit duke lutur Allahun azza wa jall që të na i hap dyert e rrezikut, na i hap dyert e mirësive, na i mbyll dyert e sherrit, na bëj prej atyre njerëzve që punojmë që Allah azza wa jall të jetë i kënaqur me neve, duke lutur Allahun e lartësuar ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami, na bashkojnë në xhenetet e tij. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal